Pozita ndërkombëtare të presidentit serb Aleksandar Vučić janë dobësuar ndjeshëm, e po ashtu ekuilibrat delikat që me aq shumë kujdes kishte ndërtuar, sipas doktrinës së katër shtyllave, SBA, Bruksel, Rusi dhe Kinë, i përballur me ftoje të marrëdhënieve e presione, pothuajse nga të gjithë partnerët kyç në politikën e jashtme. Vučić u shfaqi zhgënjur dhe kritik ndaj aleatëve të deritanishëm gjatë një fjalimi për ambasadorët në Beograd. Ai e tha hapur se kishte pritur hapa më të mëdhenj nga administrata e presidentit Donald Trump, por se është përballur me tarifa dhe sanksione prej saj. Vučić nuk fsheh frustrimin edhe me aleatin tjetër në lindje, Rusin, që nuk ka treguar gatishmëri për të shitur aksionet e saj shumicë në kompaninë e naftës dhe gazit NIS, në mënyrë që ta bëjë të mundur heqjen e sanksioneve amerikane dhe ta ndihmojë Serbinë që të shmangë një krizë për elektricitet dhe gaz. Kur flasim edhe për tarifat, kur flasim për sanksionet ndaj NIS-it, asnjë nga këto nuk ka qenë në dobi të interesave të Serbisë. Njëkohësisht, kur u përballën me çaste të vështira, nuk e morëm atë mbështetje as nga fuqitë e tjera të mëdha, as nga lindja, as nga BE-ja, tha ai. Duke folur për problemet e ndryshme me të cilat përballet Serbia sot, Vučić tha se cilado nga fuqitë e mëdha mund të kishte thënë në momentet e vështira për Serbinë se ishte pranë saj, por se secila prej tyre kishte arsyet e veta shtesë për trysni, duke pritur edhe më shumë nga Beogradi e duke mos dhënë asgjë. Në fjalimin para ambasadorëve, Vučić akuzoi vendet e rajonit se po veprojnë kundër Serbisë duke vënë në pikpyetje të drejtën e tyre për të bashkëpunuar ushtarakisht. Sipas të dhënave të Institutit Ndërkombëtar për Kërkime mbi Paqe në Stockholm, Serbia në vitin 2024 ka investuar më shumë se çdo shtet tjetër në Ballkan për qëllime ushtarake. Duke folur për problemet e ndryshme me të cilat përballet Serbia, Vučić tha se cilado nga fuqitë e mëdha mund kishte thënë në momente të vështira se ishte pranë saj, por se secila kishte arsyet e veta shtesë, duke kërkuar më shumë nga Beogradi. E kemi kuptuar mirë këtë mesazh dhe mendoj se është e rëndësishme që ta kemi kuptuar mirë, duke e ditur se nuk mund të jemi vetëm në botë, prandaj jemi në rrugën europiane dhe do të mbetemi në rrugën europiane, të paktën sa të jem unë president dhe sa të ketë këtë shumicë parlamentare, por ky është një mësim për ne, thatë ndër të tjera Vučić. Në fjalimin para ambasadorëve, ai akuzoi vendet e rajonit se veprojnë kundër Serbisë duke vënë në pikpyetje të drejtën e tyre për të bashkëpunuar ushtarakisht. Vučić ka akuzuar edhe më herët Shqipërinë, Kroacinë dhe Kosovën se po krijojnë një aleancë ushtarake, pasi këto tri vende në mars të nënshkruan një deklaratë të përbashkët për ta forcuar bashkëpunimin në sfidat e sigurisë, kërcënimeve hibride dhe rreziqeve të tjera që mund ta rrezikojnë stabilitetin e Ballkanit. Përse i kanë zgjeruar këto marrëveshje ushtarake edhe me Sloveninë dhe përse janë përpjekur kaq fort që të fusin edhe Bullgarinë në këto procese, është plotësisht e qartë se këtë nuk e kanë bërë për ndonjë histori gazetash, përkundrazi, edhe kur kanë biseduar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s dhe me njerëz në Bashkimin Evropian, të gjithë kanë ngritur shpatullat, deklaroi Vučić. Në vitin 2024, Serbia ka ndarë për ushtrinë 2.2 miliard dollar që përbëjnë 2.6% të produktit të brendshëm bruto. Megjithatë, Vučić thotë se amerikanët, në mënyrë të qartë dhe të hapur po i armatosin shqiptarët në Kosovë, ashtu siç po bën edhe Turqia. Qëllimi vetëm është rrezikimi drejt për drejt i Serbisë dhe integritetit të saj territorial dhe natyrisht sulme ndaj popullsisë civile dhe strukturave ushtarako-policore të Serbisë. Nuk kanë asnjë qëllim tjetër. Përse ka kaq shumë armatim të Republikës së Kroacisë, një fushatë e vazhdueshme dhe permanente kundër Serbisë dhe popullit serb, theksoi Vučić. Incidenti më i rëndë i armatosur kohëve të fundit në rajonin e Ballkanit Perëndimor ndodhi në shtator të vitit 2023 në veriun e Kosovës, kur një grup i serbëve të armatosur e sulmoi policinë në fshatin Banjs duke vrarë rreshterin policor afrim Bunjaku. 3 agresorë mbetën gjithashtu të vrarë nga pala serbe. Politikani nga Kosova dhe biznesmeni Milan Radojčić që mori përgjegjësinë për sulmin dhe prej atëherë ai ndodhet në Serbi, ku nuk është ndjekur penalisht nga Beogradi deri më sot.